Mbledhja e pagesës. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, prodhohen mallra të shumë dhe të ndryshëm, por megjithatë paraqitet nevoja për importin e prodhimeve të caktuara nga shtete tjera. Gjatë importit, këto prodhime duhen të jenë objekti doganimit nga shërbimi i doganës. Për këtë qëllim, dogana duhet t'i ketë këto 3 informacione të rëndësishme. Në 1, për çfarë prodhime bëhet fjalë. Në 2, cili është vendi i tyre i origjinës. Në 3, sa është vlera e tyre. Në këtë video, do shohim si dogana merr pjesë në buxhetin e shtetit. Secili shtet mbledh pagesat e caktuara nga gjithë qytetarët dhe kompanitë, të cilat janë paraparë në ligje që t'u sigurojnë kushte më të mira për jetë. Buxheti shtetëror mbushet me të hyra të paguara nga dogana, tatimi i vlerës së shtuar, akcizave, kompenzimeve të caktuara dhe tatimeve dhe kontributeve tjera. Të gjithë, edhe qytetarët edhe kompanitë gjatë importit të prodhimeve të caktuara, duhet të paguajnë dhe të dhënat e caktuara. Nëse paramendojmë se buxheti është 100 njësinë të holla, pjesëmarrja distribuohet në këtë mënyrë. Pjesëmarrja në dogana është më e vogël dhe është rreth 5 njësinë të holla. Tatimet nga importi janë 25 njësinë të holla. Akcizat janë 15 njësinë të holla. Të ardhurat nga tatimi në fitim janë rreth 15 njësinë të holla. Kontributet 30 njësinë të holla. Dhe 10 njësinë të holla janë nga të hyrat e ndryshme që nuk janë nga tatimi. Nga të gjitha këto të hyra, Drejtoria e Doganave si institucion është përgjegjëse për pagesën e pothuajse gjysmës së lartë përmendurave. Prandaj është shumë e rëndësishme të hyrat të llogariten mirë dhe të paguhen në kohë. Llogaritja e saktë varet nga numri i saktë i tarifës, vlera doganore e caktuar në mënyrë të drejtë si dhe përcaktimi i saktë i origjinës së mallit. Për të gjithë këto faktorë, mund të informoheni më shumë në videot Shpërndarja tarifore, vlera doganore dhe origjina. Gjatë vitit 2018, Drejtoria e Doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, pjesën më të madhe të mjeteve i mblodhi nga importi i llojeve vijuese të mallrave, siç janë ndërprerësit elektrik, automobilet e udhëtarëve, kondicioner, këpucë dhe këpucë sportive. Kur bëhet fjalë për tatimin e vlerës së shtuar, shumat më të mëdha janë mbledhur nga importi i lëndëve djegëse, makinave elektrike dhe pjesëve të tyre, automobilave për udhëtar, hekur dhe prodhimet e hekurit, masave plastike, cigareve dhe prodhimeve nga letra. Akciza mblidhet gjatë importit e automobileve, lëndëve djegëse, cigareve, birrës dhe alkoolit. Nga pagesat të ardhurave në buxhetin e shtetit, rritet ekonomia, është më e madhe mbrojtje sociale kategorive të rrezikuara të qytetarëve, fitohen shërbime shëndetësore më kualitative dhe si rezultati të kësaj, përmirësohet jeta të gjithë qytetarëve. Më shumë informata mund të gjeni në www.costumes.gov.mk.